Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rrëfi me Jete për të ndarë rrëfimin e radhës. Dua që ta dëgjoni këtë rrëfim, sidomos ju nëna, edhe të më jepni mendimin tuaj në koment. Bëhet fjalë për një djalë i cili jeton në gurbet edhe sot, është martuar. Martesa i ka ndikuar që ai ta haroj nënën e tij. Nëna ka vdekur, por sot këtij djalit i ndodhe një diçka e çuditshme, që ky ka nevojë për ndihmën tuaj se si ta shëron veten e tij nga kjo dhimbje të tmerrshme që po ja merr shpirtin. Unë jam një djalë që jetoj në gurbet prej shumë vitesh. Kam një punë të mirë, një shtëpi të bukur dhe një familje që shumë njerëz, në të vërtet, do ta kishin zili. Por kam një plagë që nuk mbyllet kur dhe një dhimbje që më ndjek kudo. Kam humbur nënën time dhe nuk arrita t'i them asnjëherë sa shumë e doja. Kur erdha në gurbet, nëna qante në telefon sa herë që më dëgjonte zërin. Më pyeste nëse haja mirë, nëse flija mirë, nëse kisha nevojë për ndonjë gjë. Ajo nuk kishte shumë para, por zemrën e kishte sa e gjithë bota. Në fillim e telefonoja çdo ditë, pastaj çdo javë, më vonë vetëm kur më kujtohej. Kur u martova, gjërat ndryshuan. Gruaja ime nuk e donte shumë afërsinë time me nënën. Sa herë që nëna më telefononte, ajo mërzitej. Më thoshte se isha burr i martuar dhe duhej të merresha me familjen time. Dal nga dal, fillova që të largohem nga nëna. Ajo më telefononte dhe unë nuk përgjigjesha. Më shkruante mesazhe dhe i lexoja me vonesë. Më lutej të shkoja ta takoja, por gjithmonë e gjeja një justifikim. Nën, jam i zënë. Nën, kam punë. Nën, do të vi vitin tjetër. Por ai vit në të vërtet nuk erdhi kurrë. Kaluan vite. Flokët e saj u zbardhën, duke më pritur mua. Fytyra ju mbush me rrudha nga malli për mua. Edhe një ditë, motra më telefonoi, zëri i saj dridhej edhe më tha, mama është sëmurë shumë rëndë. Unë premtova se do të shkoja, por në të vërtet nuk shkova. Përsëri gjeta arsye, përsëri mendova se do të kisha kohë. Derisa erdhi ai, ajo telefonat që më shkatroi jetën. Mama ndroi jetë. Nuk e haroj kur atë moment. Më erësuan sytë, mbeta pa frymë. Rash në gjunjë. Atë ditë kuptova se nuk do të dëgjoja më kur zërin e saj. Nuk do të më thoshte më birë, nuk do të më pyeste më nëse kisha ngrënë, nuk do të më priste më tek dera. Kur shkova në varim ishte vonë, shumë vonë. Pash varin e freskët dhe e kuptova se kisha humbur gjithçka.
qava si fëmijë. Për herë të parë pas shumë vitesh qava pa turp. Por lotët nuk e kthenin më nënën. Që nga ajo ditë jeta ime nuk është më e njëjta. Natë nuk fle. Kur mbyll sytë më del në ëndër. E shoh të ulur në oborin e shtëpisë së vjetër. Mban shamin e saj të bardhë. Më buzëqesh, më pret dhe më pyet: "Biri im, pse nuk erdhe?" Zgjohem mbuluar nga djersa. Zemra më re fort dhe nuk arrit të flet deri në mëngjes. Një natë e pash sikur më priste tek dera. Në duar mbante një fotografi timen. Ishin sytë e saj plot mall. Nuk më qortoi, nuk më ofendoi, vetëm më shikoi. Dhe e heshti më vrau më shumë se çdo fjalë. Kam provuar që të haroj, kam provuar që të vazhdoj jetën. Por faji më ndjek kudo. Kur shoh një nënë në rrugë më kujtohet ajo. Kur dëgjoj dikë duke thirrur mama, më mbushen sytë me lot. Kur dëgjoj zërin e një gruaje të moshuar, më duket sikur po më thret nëna ime. Shpesh shkoj vetëm në dhomë dhe shikoj fotografitë e saj. Flas me to sikur ajo të më dëgjoj, i kërkoj falje, i them se nuk isha djalë i keq. I them se u verbova nga jeta, nga puna, nga ndikimi i të tjerëve. Por mbi të gjitha i them se më mungon. Më mungon aq shumë sa nuk mund ta shpjegoj. Sot kam fëmijë. Kur më përqafojnë dhe më thon babi, më kujtohet sa shumë e lëndova nënën time. Kam frikë. Kam frikë se një ditë fëmijët e mi mund të më harojnë ashtu siç harova unë nënën time. Atëherë kuptoj dhimbjen që ajo ka ndjerë për vite të tëra. Në ëndrrën e fundit nëna më erdhi përsëri. Këtë herë nuk qante. Nuk ishte e trishtuar. Më përqafoi, më puthi në ballë dhe më tha: "Biri im, unë të kam falur." Por mos haro kur dashurinë e nënës. U zgjova duke qartë, qava gjatë, ndoshta ajo ishte vetëm një ëndër, ndoshta ishte malli im. Por ato fjalë më ndryshuan, sot shkoj shpesh te vari i saj, lutem për të vendos lule dhe i flas sikur të ishte pranë meje, sepse tani e di një gjë. Asnjë pasuri, asnjë punë dhe asnjë njeri në botë nuk mund ta zëvendësoj nënën. Nëse do kisha edhe një minutë pranë, do t'i thosha atë që nuk arrita kur t'ia them sa ishte gjallë. Më fal nën, të kam dashur gjithmonë, vetëm e kuptova këtë gjë shumë vonë. Por sekreti dhe tmerri i këtij djalit është si ta heqën këtë ëndër të tmerrshme.